Macja nuk ndalon së vështruar i babajin gjatë gjithë natës. Babai kontrollon videon dhe kupton pse. Kur babai kontrolloi videon, e kuptoi pse. Danieli nuk mund ta besonte atë që po shihte. Kjo video ishte prova e vërtetë. Më në fund, disa përgjigje për qindra pyetje që kishte, ndërsa kthente mbrapsht dhe shikonte përsëri, një ndjenjë pasigurie e pushtoi. Ai gjithmonë e kishte ditur që Muffins ishte një masë e çuditshme, por kur nuk e kishte pritur këtë, jo në 1.000.000 vjet. Që kur Daniel Hawkins dhe familja e tij zgjodhen Muffins, pak më shumë se 4 vjet më parë, ai u bë menjëherë pjesë e familjes. Ishte thjesht një kotele kur Danieli e mori në duar dhe e pa. Si mund ta linte pas një kotele të lezetshme? Dhe kështu, familja Hawkins fitoi një tjetër antar, një macë të bardhë dhe me gëzof. Ata nuk e dinin çfarë surprizar do t'u sillte ajo në të ardhmen. 2 fëmijët e Danielit adhuronin Muffinsin. Ata shpesh strukeshin me të gjatë gjithë natës, duke përkëdhelur leshin e butë dhe duke dëgjuar gëritjen e tij. Muffins kishte qenë aty për çdo festë që mund t'i imagjinonit, ditën e parë të shkollës, krishtlindjet, ditëlindjet dhe shumë të tjera. Megjithatë, deri më sot, një moment kishte mbetur i pashlyeshëm në mendjen e Danielit, një moment që e bëri të mendonte seriozisht largimin e Muffinsit. Ishte një pasdite e premte dhe Danieli kishte pushim nga puna. Pasi kreu disa punë në qytet, u kthye në shtëpi. Teksa afroi me makinë, befas pa diçka që e la të shtangur. Ishte Muffins, i shtrirë pranë makinës me diçka në gojë. Ishte një mi. Mjaft e zakonshme, macet tanë mi. Kjo është natyra e tyre. Por Danieli nuk mund ta hiqte atë imazh nga mendja. Ndërsa doli nga makina dhe kaloi pranë Muffinsit, ai fërshëlleu. Danieli nuk e dinte se kapja një miu do të ishte shqetësimi më i vogël për të. Kur ishte 13 vjeç, Danieli u diagnostikua me astmë. Prandaj gjatë gjithë jetës kishte pasur probleme me frymëmarrjen, veçanërisht gjatë natës, nuk mund të vraponte një maraton, nuk ishte provuar kur një cigare, edhe gjithmonë duhet ta mbante inhalatorin pranë. Edhe pse kishte parë shumë mjekë dhe specialistë, asnjëri prej tyre nuk mund të gjente një zgjidhje të vërtetë për problemin e tij. Danieli nuk e dinte, por së shpejti do të gjente përgjigjen e pyetjes së tij. Kohët e fundit, problemet e tij me frymëmarrjen ishin bërë më të shpeshta, veçanërisht gjatë natës. Ai nuk ishte i sigurt pse, por kishte momente kur ndihej sikur xhami po i gërvishte fytin. Kishte kaluar net pa numër ta i ulur, duke përpjekur të rifitonte frymën. Me kalimin e kohës, Danieli ndihej gjithnjë më i frustruar. Ai donte vetëm një gjumë të qetë dhe mirë. Një natë u zgjua duke u kollitur, po fishkëllente dhe ndjente një shtrëngim në gjoks. Pa orën, ishte 4:03 e mëngjesit. Gruaja e tij i flinte pranë, e zhytur në organin e tyre të ngrohtë. Ai u ngrit për të marrë një gotë ujë nga kuzhina, por pa prit mas vuri diçka. Ishte Muffins. Çfarë po bënte ai? I ulur në karrige, në eshtje që mbushte dhomën, ndërsa drita e ënës shkëlqente mbi leshin e tij të butë ngjyrë kafe. Muffins po shikonte Danielin, duke ndjekur çdo lëvizje të tij. Ndërsa Danieli u ngrit për të marrë ujin, sytë e Muffinsit e ndoqën me një vështrim të çuditshëm në përdhom. Një ndjenjë ankthie pushtoi Danielin. Çfarë nuk shkonte me Muffinsin? E njëjta situatë ndodhi sërish të nesërmen, në të njëjtën orë, 4:03 e mëngjesit. Danieli u zgjua duke kollitur dhe, ashtu si natën e mëparshme, pa Muffinsin që e vështronte. Mirë, kjo është super e çuditshme, mendoi ai. U afrua dhe e përkëdheli Muffinsin, i cili u përgjigj me një gëritje të butë. Çfarë po bën kaq vonë? Përshpriti Danieli. Papritur, një mendim i kaloi në kokë. Pse po më shikonte? Pasi qëndroi për pak duke menduar, u kthye në shtrat. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa hante mëngjesin me tost dhe drithra, vreti Muffinsin duke u zvaritur nëpër shtëpi. 2 vajzat e tij po luanin me të, ndërsa shikonin televizor. Vajza e tij më e vogël, Ela, e mori në krah dhe përqafoi fort. Por Danieli ndjeu një ngërsh në fyt. I paafti ishte nga mendja veprimet e natës së kaluar. Ai e dinte që duhet të bënte diçka, ndaj vendosi të vepronte. Rëmbeu portofolin dhe çelësat e makinës, e puthi gruan dhe u nis për në supermarket. Gjatë gjithë rrugës, mendonte vetëm për vështrimin e çuditshëm e të frikshëm të Muffinsit. Ai kishte nevojë për përgjigje. Teksa u afrua në parkingun e supermarketit, vuri në një macë ndacake që ecte në rrugë, buzë qeshi lekt me vete para se të hynte brenda. Po kërkoj një videokamerë, ju lutem, mundësisht një me pamje natën,
I tha Danieli një punojësi që po rregullonte një raft me xhinse blu. Sigurisht, u përgjigj punojësi me një buzëqeshje të sjellshme. Punojësi u largua për disa minuta dhe u kthye duke mbajtur një videokamerë në duar. Më në fund, Danieli do të merrte disa përgjigje. Danieli vendosi kamerën para gjumit, duke fshehur pas një libri. Teksa puthte vajza e tij për të uruar natën e mirë, vuri re Muffinsin që rinte në korridor. Sytë e tij të gjelbër ishin të përqendruar në çdo lëvizje të Danielit. Pasi u shtri në shtrat dhe puthi gruan e tij për natën e mirë, u mbështoll me organin. Dhoma mbush me eshtje dhe ai ra ngadalë në gjumë, duke ditur se mëngjesi do t'i silte më në fund disa përgjigje. Të nesërme në mëngjes, sapo u zgjua, ju kujtua kamera. Pasi përshëndeti me dorë fëmijët e tij, cilët po niseshin për të luajtur futboll, ai u ngjit me shpejtësi në dhomën e gjumit, ndërsa Muffin se vëzhgonte nga pas. Mbylli derën, nxori kartën e kujtesës nga kamera dhe e futi në kompjuter. Teksa priste që videoja të ngarkohej, e përshkoi një ndjenjë eksitimi dhe ankthi, më në fund disa përgjigje. Shtypi, luaj dhe lëshoi një psherëtim. Ju lutem, më jepni një përgjigje, përshpëriti. Në fillim, videoja nuk tregonte asgjë të pazakont, vetëm Danielin dhe gruan e tij duke u rrotulluar në shtrat. Ai e përshpejtoi videon teksa diçka e bëri të ndalonte papritur. Muffin ishte aty. Në video, Macja ishte ulur në fund të shtраtit, pastaj ngadalë ju afrua Danielit, i cili po flinte thellë. Çfarë po bënte? Mendoi ai. Jo, nuk ka mundësi, vërtiti Danieli. I ulur në dhomën e tij të gjumit, ai shihte habitur videon. Ajo tregonte Muffinsin duke u zvarritur ngadalë, duke u afruar gjithnjë më shumë fytyrës së Danielit, derisa u shtri mbi hundën dhe gojën e tij. Danieli nuk mund ta besonte. Kjo shpjegonte gjithçka. Ja pse ai kishte probleme me frymarrjen gjatë natës. Pasi shtypi pauzën në video, u ngrit nga karrigja. Në atë moment Muffin syri në dhomë, duke e vështruar. Danieli e pa për një moment, pastaj buzëqeshi. Të nesërme në mëngjes, me një filxhan kafe dhe një pjatë me tost të freskët, Danieli tregoi gruas së tij gjithçka. Ajo mbeti e shokuar, por edhe lehtësuar që më në fund kishin një shpjegim. Kjo është një mënyrë e veçantë për treguar dashurinë e tij, tha ajo me shaka. Po, mendoj se ke të drejtë, tha Danieli me një buzëqeshje në fytyrë. Kjo histori tregon se kafshët tona të dashura shtëpiake kanë mendjen e tyre dhe kur duan diçka, qoftë ushqim, lojë, vëmendje apo përqafime, nuk do të ndalen para asgjëje për ta marrë. Edhe nëse kjo do thotë të mbytin pronarët e tyre me dashuri, në kuptimin e plotë të fjalës.